Pra vendosi ta bënte për hatër të Izraelit. Nuk ishte një luftë që Amerika i kishte të detyrueshme për ta bërë ose diçka tjetër. Pra nuk kërcënoi. Shteti Bashkuar të Amerikës, siguria amerikane nuk kërcënoi në asnjë moment. Dhe vendimi i tij është vendim në kundërshtim me gjithë atë çfarë ka premtuar në fushatën e tij që erdhi edhe që ka mbajtur tubimet e tij politike. Por përfundimi i kësaj lufte, kozgjata e kësaj lufte do të varet nga momenti që Trumpi gjen një rrugdalje për të dalë nga kjo. Se si do ta gjë rrugdaljen, si do dali, unë nuk di ta them, por që po mundohet të gjë një rrugdalje me të gjitha format dhe mënyrat, po mundohet. Mjafton të shohësh deklaratat e tij që edhe për çështjen e Hormuzit, pra nuk shqetësojmë. Normalisht Hormuzi nuk bën problem për Amerikën. Po, të gjithë të tjerët thotë kishin fuqitë e naftës akoma më shtrenjtë, vetëm nga deklarata për Hormuzin. Po, dakord, po nuk ka të bëj, po Hormuzi nuk prek Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, pikërisht. U mbyll u hap Hormuzi, nuk e prek. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk vareshin nga nafta që kalonte në Hormuz. Pra nuk e kishin këtë problem. Nuk cënohet në atë aspekt. Mund të cënohet deri tek $4, por sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk cënohen nga kjo. Dhe kurse për sa i përket çështjeve të tjera, sistemet balistike të Iranit është e pamundur që t'i shkatërrojnë. Sot Teherani është përgjigjur deklaratës së Epokës së Burit, i ka thënë që ata nuk e dinë se çfarë potenciali dhe ku e kemi fshehur ne. Deklaratat politike që bëjnë palët janë deklarata politike që mund të bëjnë çdo gjë dhe nuk mos i merrin të mirë qenë, pra çfarë fshehin ata, edhe ky që thotë ta kthejmë në epokën e Gurit, janë deklarata politike që palët i bëjnë më shumë për kërcënim dhe për të krijuar atë idenë e fitores dhe për të krijuar edhe idenë te tregu që tregu mos të çmendet dhe të shkojë një fuqi $500, po të mbeset e 100, 110 pra të lëvizin midis kësaj. Pra nuk duhen marrë deklaratat politike që të mirëqëna ashtu siç thuhen, pra shablon. Kush mendon që do dorëzohet i pari në këtë konflikt? Shko, nuk është çështje dorëzimi. Të dyja palët janë ta pushtuar se pushten dot pra njëri tjetrin. Nuk bëhet vëlla për pushtim. Të dyja palët janë të interesuar që ky konflikt të mbyllet. Të dyja palët, pavarësisht se asnjëra palë nuk e merr përsipër. Normalisht do të ketë një palë të tretë që do të hyjë në këtë mes, dhe unë besoj që koha që Trumpi ka dhënë për 2-3 javë, është ajo koha që po ju lihet këtyre palëve ndërmjetëse, sepse aktualisht ka ndërmjetësime. Pra edhe Irani ka pranuar që ka pasur disa ndërmjetësime, pra ka pasur faktor Turqia, Omani, Rusia ka deklaruar që mund të hyjë ndërmjetës. Pra ka aktorë cilët po mundojnë të bëjnë ndërmjetësin.